Ushqyerja e foshnjave është njëra nga dilemat më të mëdha për prindërit të rinj. E padyshim një ndihmës mjaft e madhe në këtë drejtim janë këshillat prindërore nga të tjerët, sidomos kur ato janë të vendosura në një libër. Luga ime e parë është libri me 350 receta për foshnje, e përgatitur nga 2 autore nga Maqedonia e Veriut, që tani 10 vite është shndërruar në adresën e sigurt të informimit rreth ushqyerjes së foshnjave. Pas suksesit në gjuhën maqedonase, u vendos që libri të botohet edhe në gjuhën shqipe. Koordinatorja e projektit, Ariana Berisha, flet më shumë rreth përmbajtjes së tij. Ti shumë i lezetshëm është libri Luga ime e parë, e cila i ka 350 receta për foshnje, pra të cilat ndahen nga mosha 6 muaj, pra kur veç fëmijët, bebet fillojnë të konsumojnë ushqimet e para, deri në 12 muaj e më lartë. Pra janë receta të cilat mund të konsumohen edhe pas moshës, pra pas 12 muajve, pas moshës 1 vjeçare. Ariana vlerëson lart mundësitë të reja të informimit përmes internetit, por mbi të gjitha ju sugjeron të tjerëve që të bazohen më shumë në literatura të tilla për ushqyerjen e fëmijëve. Ky libër është botuar për herë të parë në Maqedoni, pra ka qenë tashmë e ka 10 vjetorin e botimit në Maqedoni, ka qenë i ribotuar 7 herë, ka pas shumë sukses. Këto receta i kanë shkruar 2 nëna, pra autoret e librit, Irina dhe Elena, të cilat nga përvoja e tyre me fëmijë, kanë dashur që ta kenë më të lehtë edhe prindrit e tjerë. Ato kanë pas fillim shumë të vështirë, por janë munduar që me receta të përgatitura në shtëpi, të ushqejnë fëmijët dhe të rrisin në atë mënyrë, dhe për atë arsye kanë botuar edhe këtë libër, dhe kur na kanë ftuar neve që me botu edhe në gjuhën shqipe, kemi qenë shumë të habitur edhe të kënaqur njëkohësisht, sepse me të vërtetë e kemi parë që kemi nevojë për libra të tillë në gjuhën shqipe, por gjithashtu shumica e prindërve ka nevojë që të kenë informacione të duhura, të sakta, të cilat e dim që sot në këtë kohë mund t'i gjejnë shumicën e tyre në rrjetin sociale, por gjithashtu nuk mundën të kenë informata kaq të sakta, por dhe receta kaq të mira të shijshme, të përgatitura nga vetë 2 nëna, të cilat ato i kanë provuar në shtëpitë e tyre fillimisht. Tashmë botimi në gjuhën shqipe mund të gjendet në shumicën e librarive në Kosovë. Fillimisht kemi filluar ta shesim në rrjetet sociale, por mund ta gjejnë nëpër të gjitha libraritë, në librarinë Buzuku, Dugaxhini, po gjithashtu edhe në disa pika të supermarketeve Shpar dhe Meridian. 350 receta të ndryshme, e secila më shëndetshme se sa tjetra. Me thonë të drejtën, recetat janë shumë të lehta edhe shumë të shëndetshme, të cilat ka shumë ushqimet cilat lejohen unë e kom ditë paraprakisht që lejohen, unë nën vetë nuk jam, po në bazë të shoqeve, motrës, edhe njerëzit që më kanë rrethu, tu i pa duke i ushqyer shëndetshëm fëmijët e tyre, e kom pa që nëpër këto receta nuk ka diçka që mundesh me e pa të çuditshme që mund të konsumohet nga këto mosha, pra nga 6 muaj deri në 12 muaj. Këtu ka receta ndryshme të cilat janë me të vërtetë shumë të shijshme, unë i kam provu për vete disa. Është pra fillimi i ushqimit shtesë. Gjithashtu ka edhe shumë këshilla të ndryshme për gjithdhënie dhe këshilla të tjera të cilat çdo nënë i duhen, sidomos nënave të reja që janë në pritje të ëmbël për herë të parë. Ka ushqime shumë të mira, ndoshta me ju tregu ndonjë kështu, veç një titull, s'po ja lexoj krejt recetën. Është ta gjej, se vështirë, ka shumë 350. Pureja e parë me panxar të kuq. Pra, kështu mundeni me i gjetë krejt recetat në 2 faqe janë nga 4 receta dhe po shpresoj që të gjitha nanat dhe baballarët, prindrit, se s'po i ndaj kështu, ndjen të kënaqur me këtë libër dhe ju hyn shumë punë sepse deri tash kemi pas komente me të vërtetë shumë të mira edhe që i kanë pëlqyer shumë recetat. Për bebet e tyre, por edhe për vetes. Si thash më herët, i kam provu disa receta të cilat janë shumë të shijshme edhe për të mëdhenj.
E përveç recetave, libri informon edhe me këshilla të tjera. Përveç këshillave të tjera që janë për gjithënje dhe të gjitha të tjerat, tregon se si të fillojmë ushqyerjen e fëmijëve nga pra ajo mosha e caktuar nga 6 muaj. Me çfarë duhet të fillojmë, me çfarë perime duhet të fillojmë dhe të gjitha detajet e tjera. Po për ma shumë detaje kështu, i kisha ftuar që të gjithë me e ble librin edhe me i pa, me e lexu se me të vërtet është shumë i dobishëm. Edhe prej komenteve që i marrë prej shumë nanave kanë thonë faleminderit shumë që e keni sjellë në gjuhën shqipe se ka pas me të vërtet mungesë. Ky libër është një dhuratë ideale dhe zgjidhje e duhur për prindërit e rinj. Unë veç po i ftoj edhe një herë të gjithë prindrit, të gjithë ato shoqët të cilat kanë dikë që janë duke në pritje të ëmbël ose këdo që e sheni dikon që keni qef me i ndihmu për me i rrit fëmijët e tyre, ta blejnë, ta lexojnë dhe të shijojnë ushqimet bashkë me fëmijët, me foshnjët e tyre.